Një skandal i rënd i sigurisë ushqimore ka shpërthyer në Shqipëri. Rreth 1158 kg bajame pluhur të ndotura me acidin hidrocinaik kanë përfunduar në stomakun e konsumatorëve shqiptar përpara se institucionet të viheshin në lëvizje. Ky përbërës kimik i njohur ndryshe si cinaidi hidrogenit është një substancë toksike me veprim të shpejtë, i cili bllokon oksigjenin në qeliza dhe shkakton dëmtime serioze në organizëm. Simptomat e helmimit mund të përfshin dhimbje koke, marrje mënç, të vjella dhe vështirësi në frymarrje. Sipas të dhënave zyrtare nga AKU për Ora News, sasia 1200 kg është importuar nga Spanja. Nga kjo sasi, vetëm 42 kg është bllokuar dhe azhësuar, ndërsa 1158 kg rezultojnë të kemë përfunduar në konsumatorin fundor. Subjektet importuese të produktit janë Neranzi SHPK 800 kg, Albania Smart Distribution 300 kg, Alta Group 100 kg. AKU bën me dije për Ora News se produkti i rrezikshëm është shitur në treg përpara njoftimit për bllokim. Qytetet ku është tregtuar ky produkt janë Tiranë, Shkodër, Vlorë, Durrës dhe Fier. Bajamja pluhur përdoret gjërësisht në industrinë e pasqerisë për prodhimin e ëmbëlsirave përfshirë, tortat, biskotat dhe kremrat për mbushjen e kroasanëve, çka rrit numrin e mundshëm të konsumatorëve që mund të kenë rënë në kontakt me këtë produkt. AKU bëri me dije për Ora News se produkti nuk u analizua në kufi për acidin hidrocinaik, pasi ky parametër nuk ishte pjesë e planit zyrtar të analizave për këtë kategori. Duke u nisur nga fakti se përgjegjësi për sigurinë e produkteve ushqimore që hidhen në treg kanë edhe importuesit, televizioni Ora News i drejtuar me një kërkesë për informacion 3 subjekteve importuese. Deri në momentin e transmetimit të kësaj kronike, kemi patur përgjigje nga subjekti Neranzi. Në reagimin zyrtar, subjekti Neranzi shmangu të konfirmoj nëse kishte kryer analiza laboratorike përpara tregtimit të bajameve, ndërkohë ja ka deleguar përgjegjësinë procedurave të kontrollit të AKU-s. Kompania u shpreh se produkti ishte shoqëruar me dokumentacionin përkatës. Ky rast ngre pikpyetje serioze mbi mekanizmat e kontrollit ushqimor në kufi, si dhe mbi procedurat e ndjekura nga subjektet importuese për verifikimin e sigurisë së produktit përpara hedhjes së tij në treg. Kur dështojnë filtrat e sigurisë, çmimin më të lartë e paguajnë qytetarët, duke konsumuar ushqime që i rrezikojnë shëndetin.